Besa, apo fjala e dhënë që i dha Gjeneta Gjestit në Big Brother bëhet virale. Një moment i ndjer mes Gjestit dhe Gjenetës gjatë qëndrimit të tyre në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova është rikthyer në qendër të vëmendjes, duke prekur zemrat e shumë ndjekësve. Në videon e bërë virale në TikTok, tregon një moment kur Gjesti ishte drejtuar Gjenetës duke i thënë se donte ta kishte pranë në ditët e vështira. Ai e kishte pyetur nëse do të qëndronte afër tij kur të ndodhej në gjendje të keqe, ndërsa ajo pa hezitimi ishte përgjigjur se po. Gjesti kishte vazhduar duke e pyetur nëse premtimi i saj do të vlente edhe nëse ata nuk do të ishin bashkë jashtë shtëpisë. Gjeneta i kishte dhënë besën se, pavarësisht gjithçkaje, sa hera i të ishte keq, ajo do të kujdesej të interesohej për të dhe ta pyeste si ishte. Madje edhe të ndihmonte nëse ai do të kishte nevojë për diçka. Pamjet e këtij momenti janë bërë virale pas tragjedisë së rëndë që goditi këngëtarin, ku ai humbi vëllain e tij në një aksident. Publiku i ka rikthyer këto çaste me emocion, sidomos pasi Gjeneta ishte e pranishme në ceremoninë mortore për të ngushëlluar Gjestin, duke treguar se premtimi i saj nuk ishte vetëm fjalë. Ky gjest ka prekur shumë njerëz në rrjetet sociale, duke u komentuar si një shembull i sinqeritetit dhe i respektit njerëzor për te marrëdhënies së tyre brenda spektaklit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.